Pamjet të përkasin edicionit të 13 të festivalit folklorik tipologjik kombëtar të Valles Popullore Burimore, zhvilluar në qytetin e Lushnjës, e cila ka rikthyer atmosferën magjike të dy netëve të paharrueshme, ku vallja, kostumet dhe ritmet e trevave shqiptare u shkrin në një gjuhë të përbashkët të shpirtit kombëtar. Në sheshin kryesor të qytetit, mes emocioneve, ngjyrave dhe energjisë së traditës, vallja burimore shqiptare mori jetë përmes performancave autentike nga të gjitha krahinat e vendit. Ky festival u zhvillua me kujdes të veçantë nga kryetaria e bashkisë zonja Riselda Sefa dhe drejtori i veprimtarive kulturore zoti Niko Kotheria, në bashkëpunim me drejtorinë e artit Vaçe Zela, të përfaqësuar nga drejtoresha Brisilda Ranxhi Dervishi, si dhe me ndihmën e kontribuesve si Petrit Shahini, Franc Nushi, Leonard Syziu dhe shumë të tjerë. Dy net plot ritëm, kolor dhe ndjenjë, ku trashëgimia jon kulturore u jetësua me dinjitet dhe krenari në qytetin që mbarti historinë e kongresit dhe frymën e muzikës së kabas muzikare. Ky festival tregoi edhe një herë se Lushnja është një vatër e gjallë e kulturës shqiptare. Organizatorët shprehen mirënjohje për të gjitha grupet pjesëmarrëse për përkushtimin dhe interpretimet e jashtëzakonshme, si edhe për publikun lushnjar që e priti dhe mbështeti ngrohtësisht këtë aktivitet madhështor. Vallet tipologjike burimore, kostumografia e pasur dhe interpretimi i pasionuar i këngëtarëve, valltarëve dhe instrumentistëve sollën në jetë kujtesën e gjallë të zonave tona etnografike. Një falënderim i veçantë ju drejtua Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, si edhe Bashkisë Lushnjë për mbështetjen e pakursyer në realizimin e këtij festivali. Juria nderoi me certifikata mirënjohjeje artistët pjesëmarrës, ndërsa çmimi i parë si grupi më i mirë i edicionit të 13 shkoi për grupin e Hasit nga Qarku Kukës, të cilët u vlerësuan për interpretimin autentik dhe ruajtjen me fanatizëm të trashëgimisë.